Prania e historikut dhe mbetjeve të shumta mbizotëron kudo përgjatë vijës bregdetare në shitëtoren Taulandia të Durrësit. Ndërkohë që bashkë me motin e ngrohtë, po rikthehet problematika më e ndjeshme, ajo e derdhjes së ujërave të zeza në det. Kjo problematik vazhdon prej vitesh pa një zgjidhje konkrete, ndërsa me afrimin e sezonit turistik të verës bëhet edhe më e dukshme. Një nga zonat më të prekura mbetet pikërisht shëtitoria Taulandia në lagjen numër 1, frekuentuar gjatë gjithë ditës nga qytetarët dhe gjitha moshave, por edhe vizitor vendas dhe të huaj. Megjithatë, ndotja e detit dhe era e rënde fekaleve e bëjnë këtë hapësirë të papërshtatshme për shëtitje. Banorët janë të shqetësuar, teksa theksojnë se situata ndikon drejt për drejt në shëndetin e tyre, veçanërisht tek fëmijët. Ka erë të rënd, ka pranituar të zeza? Ka, derdhi ure të zeza, diko është kjo këtu, ka dhe tje poshtë, që ndota mbende vjenë dhe ere keke. Kur dhe kjo lësëriku ndiko dhe ma shumë, kur nuk në përqen ere që jenë në dhe në dy. Në te i dëmëton shëndetin e të fëmijëve? Pa tjetër, ndikon kjo shëndetin fëmijë. Për ne dalin të gjithë fëmijët të vegjël vinë për të fjodin e detit. Qeveria ka punë tjera, nuk i dhe kapi me lësërik me deri, apo më deri në dhe. E bashkje do, të mas kretarë, do të bëjë diçka më shumë. Ka ujë të zeza, këto i kanë përzimit keqen ujnat. Ma shumë gjynat e herë. Për turp nuk pa kanë mohë këto. Jo, turpi ka maru. Për më shumë gjynat që deti në me ujë, të pisë. Aktivisti Klaudio Hyseni thot se problemi i derdhjes së ujrave të zeza nuk mohohet as nga institucionet përgjegjëse, përfshirë ujësjellës kanalizime Durrës. Sipas tij, zgjidhja e vetme është investimi për ndërtimin e impianteve të trajtimit të ujrave të ndotura. Jo vetëm te kolektori numër 8 që jemi këtu tani, por në Porto Romano, që ka dhe aty derë të ujrave të zeza dhe në pjesën e Golemit. Ne kemi 8 vite që lobojmë për të ndaluar shkarkimin e ujrave të zeza, dhe prej 8 vitesh situata është po e njëjtë. Nuk ka ndalim të shkarkimit të ujrave, dhe institucioni përkatës nuk na ka përgënjeshtruar çështjen e ujrave të zeza. Zgjedhja më e mirë do ishte depurimi i ujrave, pra ndalimin e shkarkimit të ujrave të zeza dhe kalimin e tyre në depurator të mëdhenj ose në vazka të mëdha, të cilat ato ndajnë mbetjet njerëzore, mbetjet të ndryshme dhe e kthejnë ujin në ujë të ripërdorshëm. Dhe mbetjet njerëzore i kthejnë në humus për ambientin. I vetmi investimi bërë deri më tani daton në 2018, kur me një fond prej 5 milion eurosh u zgjeruan dhe u zgjatën tubacionet, një ndërhyrje që synonte eliminimin e erës së rënd. Por pavarësisht kësaj, situata vijon të mbetet e njëjtë. Qytetarët dhe organizatat mjedisore kërkojnë reagim të menjëhershëm institucional, pasi kjo problematik jo vetëm dëmton mjedisin dhe shëndetin publik, por ndikon negativisht edhe tek imazhi dhe turizmi i qytetit bregdetar.